Tani kemi drejtën e qeshim, Rama tha nuk ka i 2 metra. Tani për këtë që pasha i të vogël, se sot e pash për parë, ky kualifikohet direkt ai do më thënë. Megjithatë mendoj që Shqipëri duhet të kalojë sit çdo prokurim publik. Që nga shumë më mëdha, vazhdon që më të vogla mos merremi me. Për ne shqiptarë që na ka ikur vatha e tërë themi ne, dhe të gjimojmë leshin në fund, shohim prokurimet e mëdha, koncesionet e mëdha, privatizimet e mëdha dhe investimet strategjike të mëdha. Ky do të jetë drejtimi kryesor, mendoj unë, edhe trafiku, kuptohet. Trafiku i lëndëve narkotike. Dhe mendoj japi mesazh të tjerëve që mendojnë të shkojnë, aspirojnë për të shkuar në këto pozicione pune për të vjedhur, hynë në për halet të ndërmarrjeve dhe institucione ku janë 4-5 bashkë, siç është komisioni i prokurimit, e ndajnë parat atje. Aty u takon faktorin, ato vendet i takon të rinë. I shohin të gjithë se si ndryshojnë dhe kanë blerë dhe apartamente. Spaku nuk i shefta. Dhe këtu është përgjithësia e Spakut. Nuk janë friksuar, vazhdojnë i bie me top. Vazhdojnë i bie me top. E çmi të rëso mua tani, ai kishte dambllosur ashtu, për e pash, nga i merrte dhe gjuna për të, se për mbajnë arrest shtëpia ose jo. Unë jap vetes një merit që ka parandaluar një tjetërsim prone për shembull ose të ardhur të Shqipërisë që mund të ishte 200 milionë euro. Dhe më ka ardhur keq që s'kam parandaluar i tjetër, por kam rënë në kontakt me atë çështje disa vite më pas ishte bërë fakti kryer. Ne nuk po parandalojmë. Dhe për këtë prokuroria duhet të gjejë shkelje me pasoja të rënda detyre kur boll e lutëm qeverin, kur auditet nuk funksionojnë. Ky është përdorim detyre shumë e rëndë. Bilesh bashkëpunim. Çdo prokurim duhet shkojë nëpërmjet auditit brendshëm. Nuk veprohet kështu. Auditin kanë lënë një aty me të mekëri, aty se po t'japim rrogën se t'japim rrogën nga xhepi këta. Pushtetarët tanë na e bërë padron tani, edhe padron parave publike, edhe të pushtetit, e ndjej pushtetin kështu, dhe ka nga këta që kur ndrojnë nga një ministri shumë këtë tjetër, du të marrin edhe të zyrën me vete, ku ishin. Dhe mundësisht të lënë aty që ajo ku ishin një tjetër. Të gjitha këto. To e bërë të shpifura. Këta mendojnë se oratoria tyre, retorika tyre i mbulon, se këta dinë ai sa shohin ata, se s'janë pozicionin tonë. Edhe kanë kohë që janë në pushtet, janë shkputur nga realiteti, kanë kohë që kanë servira pikërisht to prokurimsat, që ruajnë parat tonë, e po diçka që bën 1 lek, ka pas raste dhe 100 lek. E kanë rritur 1100. I kemi parë të çmimet çmendrore, që kjo stajlizimi e tjera. Ke check-upi këto. Tani unë mendoj që kështu vazhdojnë çdo vend prokurimet, por mua ato janë të gjitha me flamur të kuq. Janë gjitha me flamur të kuq. Edhe ai qeni roje që kemi lënë atje. Po flas në kuptim figurativ. Auditi. Nëse ti e ke pse se ka audituar, ke bësh shkelje, e ka audituar dhe ke kualifikuar për të rregullt, je edhe bashkëpunëtor me 2 këmbët pasaj. Pra, shpërdorimi i detyrës është veprime ose mos veprime. Edhe mos auditimi është shkelje. Dhe që ti jenë të sigurt, i them Spakut, merr përsipër. Dhe mos lejo që njerëz të cilët ngrenë zërin për drejtësi, ti pushojnë nga puna. Është shpërdorim shumë i madh i detyrës. Ajo duhet shkojë me vepër penale. Kush guxon nga këta gallara që i di veten pronar pushtetit të pushojnë nga puna, ta paguaj me çmimin më të rënd. Edhe ta paguaj se morën arrestuan fullanin dhe bëjnë madhe i dhon 5 milionë lekë gati, sa i dhan. Se na ushqetësua fullani. Po shqiptarë që kanë vrarë veten nga depresioni? Nuk e përmend njëri ata policin atje te burgu Metës që vrau veten, për çfarë vrau veten? Prandaj ne duhet kemi një marrëdhënie, s'më intereson fare se kujt je ti atje te prokurimet kush ka vënë,
kur kërkon atë firmë me dhunë, po se vure firmën, do të pushojmë nga puna, që aty ai person duhet, nuk e di çfarë lloj shtreset atmosferës duhet shkoj. Duhet fluturoj nga i pune. Shkon atje edhe ulin kokën njerëzit, në njerë vënde firmën të detyruar. Dhe pjesa pasaj, me rrogat 5-600.000 lekë apo 700.000 lekë sa i kanë këto, që vën firmën aty, na bledh apartamenta, apo 10 milion lekë, edhe 2 milion nuk dalin për blerë. Apartamente dhe luksoze. Edhe fshihen pas kredive, super të mëdha. Edhe jo një nga apartamente, nga 2, bledhen në një tjetër nga Athina apo nga Italia. Se e bën rrugat punë pasaj. E makina luksoze, ato rrobat që i duken, se i shohin tjerët, i kanë pas atje. E din mirë, si janë sjell para se shkojnë në prokurimet dhe si janë sjell më pas. Ja u shohin mirë dhe ku i marrin parat në për zgëqjet e Tiranës, e në për lokale e në për tualete. Prandaj, këtu Spaku nuk ka pas fuqi të arrijë, është marrë vetëm me denoncime, janë raste të rralla, dhe nuk kemi parandalim, dhe nuk shoh që kanë krijuar mentalitetin që ligji po zbatohet. Se kur ligji zbatohet, trimi më i madh ka frikë. Unë shoh që njerëzit nuk kanë frikë. Ata që merren me të punë, kanë hyrë atje dhe pranojnë. Tani, po t'jenë dënimet siç kanë qenë këto të fundit që marrë ca miliona, dënohesh në 200 procedura, dënohesh për 1-2 procedura, dhe me i dënim 4-5 vjet, po mirë më që ka kështu, por hir të mirëqenies familjes time, po i marr dhe unë për sipër, po e bëhet burgun 4-5 vjet. Edhe po e bëhet nacionalizikundi. Po çfarë të mund tani? Po ky është kompromis tani. Fotoni ca koju atje. Është maskarad. Po maskarad po. Unë mendoj këtu funksionojmë si ekskavator. Të merremi me drejtsin të shkolim. Po çfarë më dojë pushtetar që më shet porr nga mjezin dark. Dhe këto i ka vetëm mbi pasuritë pa lishme dhe mbi pushtet që nuk i takon. Pa meritokraci. Gris Allah ti thot se e di unë. Pavarësisht që unë e di fundi si të shkoj. Po pse të vuaj ky popull më tepër? Se unë e marr si provë, unë jam regjur. Unë nuk kam shpresa që do bëj një jetë më të lumtur. Bile s'pas ka lumturinë të dynja. Mjafton të kesh shpirtin të kërë. Nuk pas, janë shumë pak të rastet. Por ti të zgërdhiesh të rjetën, duke vjedhur mua dhe njerëz si puna ime, e ta kalosh kështu lumin, e të bësh e kashillik, edhe nga burgu, po këtu s'ka, pra ku të kalojmë atani. Pra kur të filloj që ty dhe njerëzit si ty, t'ju mete gjithë pasuria deri në zero, edhe me mik shkesësh banana atje, të sigurosh jetën, atëherë është vëndrejtësia. Këta e kanë përzirë pasurinë e tyre, ato 5 lekë që kanë nga rroga, me ato 500 milion që kanë marrë nga tendrat, e kanë vjedhur nga favoret që kanë bërë me pushtetit, edhe ne mundohemi të heqim, po kur derdhet në detin Adriatik, Drini apo Vjosa, ajde ndaj ati pasaj, se kush është ujë Drini apo Vjosa. Ti kur e përdor në konceptin e pastrim parave, kur e përdor të para të 5 lekë për pastruar të 500 milionë, edhe kjo të konfiskohet si mjet i përdorimit, si mjet i veprës penale. Kështu që këta duhen rrafshuar, do t'japim shembull. Dikur kur dënonin fshat, ta dignin shtëpinë dhe pemët t'i dignin, t'i shkonin. Që mos mbije më. Dhe këta duhen dënuar mos punojnë kur në administrat. Dhe ne duhet ta konsiderojmë, ta me ligj nuk e kanë bërë, mbase do bëjmë nesër. Ta konsiderojmë korrupsionin tradhti kombëtar dhe bile më e madhja. Korrupsioni është bëri Ukrainën dhe e çoi në po mos të ishin Ukraina fort. Vërtet se gjithë generalët aty do shaqi forca, ata nuk e humbën luftën me korrupsionin, po përfitojnë me Rusinë. Avokat, nëse qëndrojmë me këto zhvillime, para se të kaloj te pyetja e radhës, do doja të falenderoj